Unë nuk mendoj, personalisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke bërë luftë kryqëzata kundër muslimanëve. Unë nuk besoj. Nuk besoj se ka arrit menduria e njerëzimit të tanishëm deri në pikën sa të fillon lufta e kryqëzatave në emën të hënës dhe në emën të kryqit. Por, diçka që nuk mund ta më lëkund besimin tim është se kjo luftë, që në esencë është luftë për interesa geopolitike, geostrategjike, e në fjalën geostrategjike ekonomia, ushtria, armët, interesat e tjera që lidhen për atë pjesë të botës, me gjithë që në esencë është luftë ekonomike, sidomos kundër Kinës dhe Rusisë, dhe po përdoret lindja e mesme si një kurban për ta parandaluar ekspansionizmin e më të tjeshëm të Kinës, po e tillë është, mirë po është duke u përdorur edhe gjuha e fesë si një karram për t'i nxitur organizma, njerëz të fuqishëm në botë që t'i kontribojnë kësaj fryme.